E ndodh nganjëherë po debatoj me prind kryesisht për çështje fetare. Dhe po shqetësora shumë, mandej gjatë bisedës nuk po kam kulturë dhe sjellje islame. Nuk po jam shumë i bindur në ato momente ndaj tyre. Pas bisedës unë po ja lypi Allahun në atyre dhe ta po më falin edhe pi kërkoj Allahut falje. A mjafton kjo? Edhe nëse mundesh një këshill për hera tjera. Përderisa ta bojnë halal, inshallah mjafton. Mirë po ti do të me korrigju edhe me përmirësu sjelljen tonë. Për arsye se daveti nuk ka dobi, nuk ka efekt duhur nëse sjelljet tona nuk janë në nivel. E sidomos me prindrit. Po do të më ditë që për prindin të gjithmonë një fëmijë i tij. Edhe për këtë arsye nuk ta marr fjalën lehtë. Se ai të menon ty si kur e ka një vogël që kujdes për ty të ka rrit, domthon s'ke dit as me hongër vet, as me vesh vet, ai të ka ndihmu e kështu me radhë. Tash kur je bota ti dikushi e thot ka ardhur po mshat men mu. Kjo është ajo që e percepton prindi, qasjen ose ballafaqimin me fëmin. Kështu që do të më pas shumë kujdes se si pra i thirr prind në fe ose si debaton me ta në çështjet e fesë. Po do të më pa edhe dietarët e kanë ndaluar që edhe në çështjet e fesë me ngrit zërin ndaj prindërve. Thonë edhe këto bën gjëna, edhe nëse është çështje e fesë. Pra debaton rreth fesë me ngrit zërin më nal se sa zëri i tyre. Po kjo janë pastaj të gjunat. Prandaj pra ti do të më lut Allahun subhanahu wa taala shumë që me ta përmirësu sjelljen tonë, edhe me ta mësu që kur diskuton me prindërin për çështje të fesë, më kanë i sjell shumë. Me ta edhe me diskutu për mënyrën më të mirë, ashtu që kërkohet edhe pra m'ja kujtu vetës këto që e tham që po davetin këtë formë nuk ka shumë dobi. Pra me këtë mënyrës nuk arrin kurfar suksesi. Përkundrazi veç i irriton prindet tu edhe më shumë. Edhe i largon më shumë prej fesë. Edhe zakonisht pra kjo ndodh te fillestar, siç e di. Po fillestarët janë më entuziast kur janë nisur me praktiku fen, fillestari dëshiron që krejt me kuptu fen edhe me praktiku çysh ai e kupton. Edhe vjen çudi çysh tjerë s'e kuptojnë. Ti do të më di që kjo është udhëzim prej Allahut. Allah të ka udhëzu ty. Ashtu çysh ka udhëzu ty mundet me udhëzu edhe të tjerët ose i udhëzon edhe të tjerët. Po gjithashtu më ja kujtu vetes se edhe ti ke qenë sikur ata. Ati ke qenë e atill që nuk e ditë për fejën e Allahut kurrë, dhe Allah të ka mësu. Pra, përderisa ke qenë vetë i këtill, atëherë do të mi kuptu edhe tjerë pse, pra nuk po ti kuptojnë fjalët e tua, ose sqarimet e tua, ose s'po ti pranojnë kështu, nga se edhe udhëzimet e ti nuk ka ardhur, pra, ose dija, më mirë me thonë, ti nuk ka ardhur për një herë. Po dija për fejën që ke marrë gradualisht. Ti mjafton për shembull me krahasu veten tonë me para 5 vjetë. Dijen që e ke tash me atëherë. Sa i padijshëm ke qenë krahasim me tash për shembull. Kështu që nuk do të me mu çudit ose mu zemru pse të tjerë s'po kuptojnë meselën çu s'po kupton ti. Pra ti do të më mundu me kanë për ta sikur mjeku, i cili pra ja diagnostifikon smutën, e sheh ku e ka problemin, edhe ja përshkruan ilaçin e duhur. Edhe ti e sheh ku është problemi, këtë rast me teatrin që diskuton për fen. Dikush e ka problemin të dyshimet rreth fesë. Dikush e ka problemin të epshët, pra nuk mundet me praktiku fen nga se sheh që feja penal pi dëshirave, pi epsheve që i ka ai, pra e kështu me radhë. Edhe ti pasaj pra i qasesh pi shasajane. Edhe fillon pra pi gjërave elementare. Pra nuk i folë ati për gjëra madhore që do më thonë ai nuk është i gatshëm i pranu ato. Mirë po fillon për atyne që janë më elemtare. Dhe gjithashtu, pra që është e tha më lartë e rëndësishme është sjellja. Sidomos kupton që pra si që dim shumë njerëz i mbar ato demagoga e kështu me radhë, dhe realisht njerëz më nuk po mashtrohen me fjalë. Realisht kjo ka qenë gjithmonë, mirë po kohët fundit pra është më e theksuar. Që njerëz pra nuk t'i këshyrin fjalë, t'i këshyrin veprat.
Kështu që nëse ti sjellën nuk e ke veprat e tua nuk i ke çu do në nivel atëherë, edhe daveti yt mund të mos me pas efektin e duhur. E një prej këtyre pengesa ose sjelljeve të mira që mund të bë pengesë për ta mos me pranu pra mësimet e fesë është edhe sjellja jote jo e mirë që e bën këtë rast. Prandaj që është thashë te fillestari ndodh kjo. Ma vonë pra krejt ne kemi qenë këtë fazë ma vonë kemi ra pishman. Pse ju sjell në atë mënyrë? Su dart. Po nuk dashur mos sjell më mirë. Mirë po, pra për këtë arsye pra ai që është fillestar do të mu këshillu ose me mësu të dikush që është më i dijshëm. Që ka thonë pejgamberi sa më çdo çështje e ka atë entuziazmin, fillimin e entuziazmit të tij. Nëse që ky entuziazëm pra orientohet ka suneti pejgamberi sa më atë sjell pra hajër dhe mirësi. Prandaj edhe fillestari do të edhe kjo pyetje që ka parashur është pra është mirë që ke parashur këtë pyetje nga sa që është pra tash ose supozojmë që pyetës është fillestar, pra këtë entuziazmin që e kin këtë rast, pra me më këshillu me njerëz që janë para teje në islam ose që janë më dijshëm se sa ti, që ata do thonë me t'i dhënë ato këshillat ose udhëzimet se si me vepru në këtë rast, pa si me diskutu me prind ose me familjar tjerë, si më jo qasa aty në kështu më radhë. Ka kuptohet me argumente, pi Kuranit, pi Sunetit, pra çfarë tha për asam nëse orientohen në Sunet, ata jo sjell dobi edhe sjell mirësi.